Shumë të ngarkuar, shumë problematik dhe më vjen keq vëzhgimet që janë bërë 100 vjet përpara, sidomos nga Faikonica, diçka më pak nga Fanoli, nga individ të tjerë. Luish Gurakuqi ka pasur qasje të themi më elegante, ka pasur qasje të tjerë të individëve të caktuar. Do të veçoja sidomos Mitat Frashën. Shqiptari sotëm ka pak ndryshime me shqiptarin e 100 e ca vite përpara. Jemi sërish kaotik, jemi shumë problematik përsa e përket konceptimit ton të shtetit në përgjithësi dhe mbi të gjitha jemi jashtëzakonisht të paqartë për të ardhmen tonë. Uroj që shqiptari sotëm, sidomos brezat, të kenë parasysh të gjithë problematikat dhe të ngrenë identitetin e një shqiptari të ardhmes krejt ndryshe. Personalisht e besoj do jetë e vështirë, sepse dhe brezat që po lindin, për shkak të vështirësive shumë të mëdha në arsimim, për shkak të vështirësive shumë të mëdha në pjesën sociale, nuk shikoj që kanë një qasje ndryshe për Shqipërinë e të ardhmes. Dhe kjo besoj që do jetë problematike. Gjithsesi, personalisht besoj ke shpirti shqiptarit, besoj tek e mira, pa çka se sot e keqja është bërë gati normë, pa çka se parregullësit tashme janë normalitet dhe të tjera. Besoj që akoma ka ngelur shqiptar të mirë. Dhe për shembull një nga ata jeni ju i cili me sakrificat tuaja